Ne do të asynojmë uljen e çmimit të energjisë elektrike sepse është tepër shtrenjtë kur rrim mbi gjithë këtë energji që kemi. Shumë kemi kapacitet. Ky ishte premtimi i kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër Albin Kurtit me 26 shtator të vitit 2019 në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Kuvendin e Kosovës. Dhe mbeti vetëm i tillë premtim. Pas ardhjes së tij në pushtet dhe gjatë qeverisjes së tij 4 vjeçare, çmimi i rrymës u rrit për 3 herë. Fillimisht në vitin 2022, rritja e çmimit të rrymës u bë 100%, duke u pasuar me 14% një vit më vonë, dhe tani nga 1 maj u bë rritja e tretë prej 16.1% e çmimit të rrymës. Në rritjen e parë të kësaj tarife, Kurti tha se kurrë nuk ka pasur numër më të madh të qytetarëve të Kosovës se sa në 4 vitet e fundit që nuk e dinë se sa paguajnë për energjinë elektrike. Aq lirë ka qenë sa nuk e kanë ditur sa paguajnë, u shpreh ai. Rritja e fundit e çmimit të energjisë elektrike u miratua nga bordi i ZRE-s më 11 prill, kërkesë kjo nga Cost, KEDS dhe KESCO për shkak të importit të energjisë elektrike. Mirëpo, kjo rritje nuk ka prekur 4 komunat veriore, kështu ka bërë të ditër operatori Elektroserver, ndërsa nga ZRE kanë thënë se për atje vendos ky operator. Kundër shtrejtimit të rrymës janë mbajtur edhe protesta e po ashtu kanë dalë kundër parti tjera shoqëria civile e bizneset. Deputetja e guxoi Jeta Statovci për dokumentarin Ekspoze ka thënë se rritja e çmimit të rrymës është bërë për shkak të importit, teksa shton se do të duhej të kishte një raportim nga ZRE lidhur me gjithë procesin. Këtu është edhe rëndësia e funksionalizimit të plot të Kuvendit, sepse ZRE-ja pra është një organ i cili raporton Kuvendit, më saktësisht Komisionit për Ekonomi, dhe besoj që në këtë rast edhe Komisioni do të mund të merrte edhe inputet më të rëndësishme edhe kyçe karshi kësaj vendimarrje të ZRE-s, sepse ne kemi dorëzuar disa komente, pavarësisht këtyre komenteve është e drejtë faktikisht e ZRE-s që të marrë vendime dhe qëndrime karshi vlerësimit raport me çmimet. Ne kemi thënë që disa herë që në kuadër të argumenteve të prezantuara, kjo rrjedh kryesisht për shkak të nivelit të importit, gjithashtu dhe çmimeve të energjisë karshi asaj sasie që është importuar, përkundër faktit që qeveria gjatë kësaj periudhe ka punuar në ngritjen e kapaciteteve tjera prodhuese të energjisë, qofshin ato përmes solare, erës dhe projekte për të cilat janë në proces të ndërtimit e sipër. Mirë po kjo pa dyshim që nënkupton që do të ishte e rrugës që të kemi edhe një raportim nga ZRE-ja për të informuar më saktë dhe më drejt karshi këtij procesi. Mirë po ne e dim që ka kriza dhe globale, Kosova është një treg i vogël, gjithashtu është edhe një treg i hapur, që nënkupton që ka edhe një varësi nga importi, dhe këto import pra pastaj afekton edhe çështjen e gjendjes ekonomike të brendshme, derisa të kemi kapacitete të mjaftueshme prodhuese. Ne në sajim të kësaj situatës jemi munduar që vazhdimisht që të jemi afër qytetarit dhe në mbështetje të qytetarit, qoftë përmes masave pra të cilat kemi subvencionuar për një kohë pjesën e energjisë e cila ishte shtrajtuar, qoftë përmes masave direkte karshi grupeve të cilat janë më të cenueshme, gjithashtu dhe mekanizmave tjerë që parimisht pra e krijon një farë lehtësire. Mirë po, në qoftë se ne shohim që ka diçka të koordinuar karshi çmimeve, të cilat ne po shohim pra zëra këtë një koordinimi në raport me çmimet, atëherë besoj që edhe autoriteti i konkurrencës duhet të veprojë, sepse çështjet e koordinimit të çmimeve, karteleve apo marrëveshjeve të fshehta, të cilat e pengojnë konkurrencën e lirë, padyshim që janë të ndaluara me ligj dhe autoritetet të tilla sikurse autoriteti i konkurrencës duhet ta shikojë me vëmendje këtë situatë, ta përcjellë dhe aty ku është e nevojshme dhe të reagojë. Ndërsa deputeti i PDK-s Ferhat Shala thotë se qeveria e ka miratuar në heshtje vendimin e ZRE-s, teksa thekson se qeveria ka bërë shkelje për shkak të moszbatimit të vendimit edhe në veri, duke shkelur në këtë mënyrë ligjin. Qeveria ka miratuar në heshtje apo me mosveprim duke përdorur mekanizmat e vet në drejtim të ndikimit politik tek ZRE-ja, do thotë ka miratuar rritjen e tarifave. Për më keq, qeveria ka bërë dhe shkelje ligjore sepse e ka aprovu ndarjen e Kosovës në 2 tregje energjetike, në atë për komunat një etnike serbe dhe pjesën e tjetër të Kosovës. Pra sot, me vendimin e fundit të ZRE-s, ne kemi ndarë tregjet energjetike në 2 pjesë të Kosovës, që s'ka qenë kurrë në historinë energjetike të vendit.
Pra, parimisht qeveria ka fillu se implementuari një projekt tepër delikat me pasojat mëdha politike dhe ekonomike, e i cili reflekton pabarazit të theksuar qytetare, ku në një pozicion, ndoshta në një lagj, qytetarët caktuar paguajnë më pak se të tjerët. Shkelje më e madhe edhe juridikisht, edhe ligjërisht, edhe moralisht, edhe politikisht nuk ka. Sidoqoftë, këto veprime do të thotë duhet opinioni gjerë t'i din dhe por vatët qeveria përmes ZRE-s ti minimizoj e të deformoj realisht realitetin. Në anën tjetër, deputeti i LDK-s Armend Zemaj vlerëson se sektori i energjisë është sektori më i korruptuar dhe me më së shumti skandale në qeverisjen e Kurtit. Ky është sektori ta quaj më i korruptuar dhe me më së shumti skandalen në 4 vitet e qeverisjes së Kurtit dhe i cili po vazhdon me njëjtin ritem. 2 agjenci që janë të pavara, edhe Korporata Energjetike e Kosovës, por edhe KEC-i, edhe Kosti, kanë tregu performancë të dobët në raport me atë që ka qenë pritshmëria e qytetarit, sidomos reflektimi mbi tregun energjetik që qytetarët e Kosovës do duhet të përfitonin ulje të energjisë elektrike e jo rritje ashtu siç ka qenë në vazhdimsi. Keq menaxhimi tjetër është me Korporatën Energjetike të Kosovës, ku nuk ka pas investimet të duhura, edhe atëherë kur u proklamuan investimet, ishin investime korruptive. Gjatë që ka edhe akt akuza tash në fuqi, të cilat presin edhe verdiktin e gjyqësorit, mos flasin për tenderomani, shitje dhe blerje të energjisë elektrike, ku ka dhe kompani fantome të quaj, pothuajse fiktive të regjistruara në Kosovë dhe me miliona fitim nga taksat e qytetarëve të Republikës së Kosovës. E deputetja e AAK-s Time Kadriaj ka thënë për ekspoze se Kurti ka ardhur në pushtet, duke thënë se do ta ulë çmimin e rrymës, por që gjatë qeverisjes së tij ky çmim është rritur për 3 herë. Fillimisht ne po shohim se s'ka dakordancë mes presidencës dhe qeverisë, sepse janë kundërshtim me qëndrime, mirë që presidenca ka reaguar dhe ka kërkuar që të mos rritet çmimi e energjisë elektrike, siç e dini kjo qeveri ka në pushtet duke aluduar se çmimi është shumë i lartë dhe që këta kanë me ulë çmimin e energjisë elektrike, në fakt brenda një qeverisje, një mandat e qeverisjes, është hera e tretë që rritet çmimi i energjisë elektrike, që bën pak më të vështirë jetën e qytetarëve. Ka pas protesta, njerëzit kanë aluduar dhe kanë kërkuar që është e padrejtë që nuk duhet paguajnë më shumë se sa që po paguajnë, se edhe kështu është i lartë çmimi i energjisë elektrike, nuk është marrë parasysh as nga qeveria, as nga bordi i ZRE-s. Përkundër gjitha këtyre kundërshtimeve, bordi i ZRE-s ka vendosur me rrit çmimin e energjisë për 16.1%, gjë që gjithë kjo do të ketë impakt edhe në rritjen e çmimeve dhe të bukës dhe të produkteve tjera, gjë që vështirëson jetën e qytetarëve dhe ashtu të vështirësuar për shkak të rritjeve enorme të çmimeve dhe mosrritjes së pagave. Kurse ish kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërxhaliu ka thënë për ekspoze se ky vendim do të ketë efekte negative në aspektin social e ekonomik të vendit. Tendencërisht është një vendim që kërkesa për rritje çmimit ka qenë në janar të vitit 2025, kampanja zgjedhore dhe veçgjedhjet e patën ngri këtë kërkesë, po nuk mund të thuhet që rritja është 16.1%, kur dihet fare mirë që në 4 vite të fundit kemi pas 3 herë ngritje të çmimit të energjisë elektrike. Hera e parë ka qenë 100%, hera e dytë vitin 2023 15% dhe tani kemi 16.1%, është vërtet një ngritje e cila do të ketë efekte negative, qoftë në aspektin social, qoftë në aspektin ekonomik. Kur kemi të bëjmë aspektin social, do të jetë një goditje për qytetarët e Kosovës, sepse vërtet çdo ditë më tepër po shtrejtohet shporta e produkteve esenciale, kur kjo i shtohet edhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike, vërtet do të jetë mjaft sfiduese. Në aspektin ekonomik, sektori privat, në veçantë ai prodhues, do të jetë para vështirësive të shumta, e kemi një konkurrencë agresive, jo vetëm nga rajoni, por edhe nga Evropa. Kemi çmime që si pasojë inflacionit janë shumë të larta dhe me këtë ngritje të çmimit prodhimet made in Kosova e kanë të pamundur të jenë konkurruese qoftë në tregun rajonal, qoftë në atë evropian.
Ndërkaq gazetari I ekonomisë Shkëlzen Dakaj ka thënë se qytetarët do të paguajnë çmim të lartë për shkak të mafias energjetike në Kosovë. Për fillimit e kam thënë, kur kanë kërkesa e parë për 35% që kanë lyp rritje të çmimit të energjisë elektrike, e kemi thënë që kjo është absurde në ato çfarë në kanë zhvillimit dhe ato çfarë kemi përcjell ne, ku duhet marrë parasysh rrëmja çmimit të energjisë elektrike në bursa, nuk kemi më situatën që ka qenë ku deri në 600-700 euro është pagu megavati, nuk i kemi më gjendjen e humbjeve në rrjet qysh ka qenë më përpara, por kemi thonë që kjo është pasojë. E ato që duhet me përsërit çdo herë, ne sot, qytetarët e Republikës së Kosovës, e paguajnë këtë çmim si rezultat I mafias energjetike të Kosovës që sot mund të themi me përgjegjësi të plot që është e instaluar dhe ka shmërri me shtrim ndikimin e saj në të gjitha strukturat, porët, të cilat akterët, të cilat janë vendimarrës për çmimin e energjisë elektrike. Nëse shohim se qysh ka ardhur deri te kjo rritje, domethënë këtu e kemi ndikimin e mafias energjetike të Kosovës, aferat për cilat këtë mediat kemi raportuar në vazhdimsi, hajnit, vjedhjet që është bën në këtë sektor e që kapin shifra qindra miliona euro, e kemi ndoshta atë qëllim dështimin e prodhimit të energjisë elektrike nga Keku, ku me theks të veçantë, këtu duhet të sqarohet që Keku si ndërmarrje publike, si asnjëherë më parë, ka deviju prej prodhimit të energjisë elektrike në momentet kyçe. Sot nëse shohim, Keku thotë që ka prodhuar sasinë e njëjtë energjisë elektrike sa ka qenë e paraparë. Mirë po, qytetarët duhet me kuptu që nuk është e njëjta energji elektrike që prodhohet në sezonën e dimrit, e kur është piku e kur është 3 fish e 10 fish çmimi energjisë elektrike më I shtrenjtë, se sa kur prodhohet verës. Domethënë ka dështu në kuptimin jo për shkak të punëtorëve, jo për shkak të Kekut si Kek, por për shkak të menaxhmentit, që unë mendoj që edhe këtu tashmë është edhe e dëshmuar një menaxhment I cili ka punu për interesat e veta, edhe për interesat edhe të qëti mekanizmi që na po I quajmë mafia energjetike dhe për interesat e tyre. Eksperti I çështjeve ekonomike Ismet Mulaj e sheh të paarsyeshme rritjen prej 16.1% të çmimit të energjisë elektrike, për çka thotë se do të ketë pasoja të mëdha. Për 4 vite është rritja e tretë e çmimit të energjisë. Është një rritje jashtëzakonisht e lartë. Energjia është burimi kryesor I jetesës në një vend. Edhe si derivat I rritjes çmimit të energjisë mund të kemi edhe rritje tjera të çmimeve produkteve tjera, siç është buka, siç janë shërbime të ndryshme, siç janë prodhime të ndryshme, të cilat makineritë e tyre punojnë me energji elektrike. Sipas mendimit tim dhe sipas mendimit të shumë ekspertëve të cilët janë marrë me këtë problematik, rritja e çmimeve nuk ka qenë arsyeshme. Edhe janë dhënë me dhjetra argumente pse nuk duhet rritet çmimi I energjisë. Ka pas mënyra tjera se si të stabilizohet ose të krijohen kushte më të favorshme për operatorët në treg. Nëse kjo logjik do të vazhdoj me rritjen e çmimeve në mënyrë të vazhdueshme, pse I duhet Kosovës një treg I rregulluar? Pse edhe energjia nuk I nënshtrohet në tregu të lirë, siç janë produkte tjera, buka, transporti ose shërbime tjera. Prandaj do duhej rregullatori I energjisë elektrike është organ profesional I cili përgjigjet Kuvendit të Kosovës. Edhe në bazë të fakteve dhe analizave profesionale duhet merr një vendim. Bazuar në ekspertizat e shumë prej ekspertëve, institucioneve të ndryshme, siç është presidenca, edhe qeveria ka pas një mendim. Ka lyp alternativa tjera jo rritjen e çmimit. Por ZRE-ja si duket, marrëveshje me operatorët që janë në treg, ndoshta edhe me mbështetje të heshtur të qeverisë ka bërë këtë rritje çmimeve. Pasojat do të jenë shumë të mëdha, jo vetëm për ekonominë familjare, por edhe për bizneset në Kosovë. Sipas tij, është jo e drejtë që I njëjtë vendim të mos vlej edhe për komunat veriore. Realisht ZRE-ja është jo transparente, edhe jo e drejtë karshi interesit publik. E para, ZRE-ja, gjykata ka obliguar ZRE-n që t'i kthej
konsumatorëve të cilët kanë pagu për pjesën veriore për më shumë se 10 vite, e cila nuk po ndodh. Ajo është obligimi i ZRE-s. Edhe ZRE-ja nuk po respekton këtë vendim gjykate. Së dyti, ZRE-ja duhet të jetë një organ i pavarur profesional për gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe pjesa veriore është pjesë e Kosovës. Prandaj secili shërbim do duhet të ofrojnë kushte të barabarta. Për sa i përket veriut, deputeti Astatovci thekson se në atë pjesë furnizuesi që operon ka licencë për furnizim dhe faturim. Pra është kompetencë e ZRE-s e cila bën vlerësimin në karshi pra shpenzimeve dhe furnizimit me energji elektrike. Ne e dim që ne kemi pasur një marrëveshje të vitit 2013 dhe 2015 e cila ne e kemi trashëguar në raport me energjinë dhe parimisht pra në energjinë në 4 komunat në veri. Tarifat të cilat i rregullon ZRE-ja janë tarifa për këta të cilat e kanë statusin e furnizuesit universal, pra përgjegjësinë primare për ta furnizuar qytetarin dhe në këtë rast pra është KESCO, kurse tarifa tjera të cilat ajo i rregullon në raport edhe me komunat në veri ka të bëjnë kryesisht me përdorimin e rrjetit. Furnizuesi cili operon ato 4 komunat në veri, pra ka licencën e furnizimit për ata qytetar, pra i furnizon dhe i faturon karshi kompetencave të tyre dhe jo domosdoshmërisht pra shkon përmes rregullimit të institucionit në fjalë. Mirë po ne jemi udhëtar për të kuptuar dhe më qartë pra dhe direkt nga ta, përmes një diskutimi e cila vendin e saj pra do ta kishte në kuvend, fillimisht nëpërmjet Komisionit në Ekonomi për të kuptuar edhe argumentet e tyre pra në vlerësim të situatës. Mirë po, deputeti Shala vlerëson se me mospërfshirjen e veriut në rritjen e çmimit të rrymës, qeveria e ka rinegociuar marrëveshjen e vitit 2015 për energji. Kjo qeveri, përveç që i ka ngrit 3 herë çmimet e energjisë në mënyrë permanente gjatë një mandati, ka arritur edhe marrëveshjen me rinegociu, marrëveshjen e 2015 praktikisht dhe është nënshkruese vetë marrëveshjes për sektorin energjetik. Ka zgjedhur operatorin elektroserver vetë, e ka licencuar vetë dhe sot paraqitet që nuk e ka nën kontroll. Si ka mundësi që në një zonë të caktuar kostot operacionale të sektorit energjetik apo të shërbysit universal të jenë tjera e në një lagj apo në një komunë të jenë tjera. Kush e ka auditu apo kush cili mekanizëm shtetëror profesional ka ardhur deri te rekomandimi që në pjesën veri janë shpenzimet më të ulta, minimale apo fare. Pra nuk ka realisht bazë as ekonomike, as logjike, as juridike. Fare nuk ka bazë shkencore. Pra vendimi për të ngritur çmimin në 16.1% pa e kryer asnjë lloj auditimi dhe me i verifiku shpenzimet dhe humbjet vetëm me një fjali që kena importu, pse pjesa veri nuk importoj, apo ku importoj pjesa e veri. Kush e ka auditu dhe kontrollu këtë? Pra qeveria po e ik të vërtetës e cila për mua është me pasojat më dha, jo vetëm si çmim, por dhe si veprim juridik, sepse tani më kemi një fazë tjetër të legalizimit të asaj që është quajtur marrëveshja e Ohrit, ku zonat caktuara po e krijojnë një lloj autonomie të veçantë që po ja jep qeveria Kurti. Kritik për këtë është edhe deputeti Zemaj, i cili vlerëson se qytetarët e veriut po amnistohen. Po e parashtuar edhe mashtrimin që po ndodh në 4 komunat veriore, ku theksua se atje do të vendoset rendi dhe ligji, ne kemi një pasqyrë tjetër reale që tash qytetarët e Kosovës përballen me rritjen e tretë gjatë këtyre viteve të fundit, që është në përqindje shumë të lartë, ndërsa kjo rritja e fundit është ekstremisht, domethënë tepër e rënduar në buxhetin e varfër të qytetarit të Kosovës. Ndërsa komunat veriore amnistohen nga kjo rritje dhe amnistohen edhe nga pagesat që po ndodhin në vazhdimsi, ku akoma paguhen nga buxheti i Kosovës ose mbulohen ato shpenzime. Sipas tij, kjo vjen si pasojë e mafjas energjetike dhe ku preket interesi i tyre, nuk ka shtrirje të sovranitetit. Është pjesë asaj që ne quajmë mafisë energjetike, domethënë aty ku preket interesi financiar i tyre, aty nuk ka shtrirje të sovranitetit, dhe kjo është evidente, dhe nuk ka as dyshime tash në këtë pjesë, sepse i kemi pa kompanitë të cilat financojnë qendrën e kanë pothuajse të tëra në Beograd, dhe ajo që ishte skandalet me Martin Berishajn, por edhe tash që po shihet në vazhdimsi edhe këto kompani tjera. Andaj nuk ka reflektim pozitiv, fatkeqësisht
është barrështuar për gjepin e qytetarëve të Kosovës edhe për ekonominë vendore, sepse kur kemi rritje të energjisë në formën e pa kontrolluar, atëherë kemi rritje edhe të inflacionit, por kemi edhe rritje të gjanave që janë ushqime bazike e mos flasim për prodhimtari e gjana tjera elementare. E Time Kadria i thotë se është paparazit që të mos ketë rritje të çmimit të rrymës në veri, ndërkohë që vetëvendosja aludonte për sovranitet në atë pjesë. ZRE-ja ka konstatuar se ky rritje e çmimit nuk do të rritet në komunat në pjesën veriore, që është një pabarazi që po ndodh, sepse nëse rritet çmimi i energjisë, fundit duhet rritet njëjtë dhe një tretshme në të gjitha komunat e Kosovës. Këta po aludojnë që kanë shtrirë sovranitet në pjesën veriore të Mitrovicës, që kanë çliruar atë pjesë, atëherë ku është sovraniteti kur këta nuk kanë çosje me rritje çmimin e energjisë elektrike. Por me rritjen e çmimit të energjisë elektrike ka nisur edhe rritja e çmimit të shumë produkteve, duke nisur nga buka e kafeja. Lidhur me këtë, Jeta Statovci thotë se duhet të merret autoriteti i konkurrencës, por edhe qeveria të jetë në përkrahje të qytetarëve. Po, në këtë rast, pra i thashtë edhe më herët, është çështja e autoritetit të konkurrencës për të vlerësuar në qoftë se ka argument prapa kësaj. Mirë po, gjithashtu edhe ne si qeveri, ose në marrjen e qeverisë dhe funksionalizimin e plot të kuvendit dhe pastaj edhe votimit të qeverisë dhe masave të cilet ne mund që të ndihem të jemi pranë qytetarit në mbështetje të tyre përmes mekanizmave që është pjesë edhe e vlerësimit të qeverisë, që besoj që tashmë radhazi ne veçse kemi dëshmuar që kemi vullnetin dhe gatishmërinë dhe ndjejmë përgjegjësinë për të vepruar. Ndërsa deputeti i PDK-s paralajmëron që deri në korrekt, çmimet e produkteve do të rriten deri në 35%. Kjo ndarje dhe kjo ngritje e çmimit parciale në një zonë caktuar të Kosovës do të reflektoj po ashtu në inflacion direkt zinxhiror, sidomos të produktet bazike si buka dhe shumë gjëra tjera. Dhe në këtë aspekt do thotë është goxha problematike me i thon prodhuesit vendor që e përdorin energjinë si burim, prodhimi apo industrie që të mos lëvizësh me çmimet. Dhe në këtë aspekt pritet që nga qershori, eventualisht korriku, çmimet e shumë produkteve në Kosovë do të kenë nga 25 deri në 35% të ngritjes së çmimeve, pikërisht si rezultati i ndikimit të kësaj tarife të pamerituar që qytetarët e Kosovës tashmë kanë nga kjo qeveri. Kurse deputeti i LDK-s Armend Zemaj kërkon hetim për aferat korruptive në sektorin e energjisë. Nuk ka ditë që nuk ka ankesa për rritjen e çmimeve në Kosovë. Nuk ka ditë që njerëzit përballen edhe me pagesa të larta të energjisë elektrike, shpesh herë të dyshimta, të pa kontrolluara, sepse bordi nuk është interesuar të kontrolloj as si njerëz palë, as si tjetrës, më shumë është interesuar për benefitet e tyre edhe për ato që e quajta në fillim aferat e mëdha korruptive që besoj duhet të hetohen në vazhdimsi edhe të kemi gjykimin e prokurisë, po pse jo edhe të gjykatës për gjithë ata që i kanë futur duart thellë në xhepin e varfër të qytetarit të Kosovës. Në anën tjetër, Gërxhaliu tregon efektin negativ që do të ketë rritja e çmimit të rrymës në ngritje të çmimit të produkteve esenciale. Duke analizuar aspektin social, duke analizuar aspektin ekonomik, vërtet do të ketë një efekt negativ zinxhiror, sepse shumë produkte esenciale do të shtrejtohen, e tani veç kemi paralajmërim edhe për ngritjen e çmimit të bukës, por ajo çka duhet të ndahet me qytetarët e Kosovës nuk duhet vetëm të jenë të pakënaqur pse sot kemi ngritje të çmimit, por duhet të jemi të pakënaqur pse Kosova nuk ka investuar në kapacitetet prodhuese të energjisë elektrike dhe në vend që Kosova të jetë shtet eksportues i rrymës, ne jemi të mbarur nga importi dhe kur je i mbarur nga importi i energjisë elektrike, nuk duhet të na habit fakti që ndoshta në janar të vitit 2026 do të kemi nevojë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike, sepse këto rregulla i dikton tregu dhe jo vullneti kosovar dhe vim para një akti të krym ose reduktime ose blerje të energjisë elektrike. Është e vërtetë që në aspektin ekonomik efektet do të jenë të paevitueshme, ato do ta përcjellin sektorin privat i cili është në tkurje, ju po e shihni në vitin 2023, 2024 Kosova ka rritje të importeve, por ramje të eksporteve dhe kjo ngritje e çmimit të energjisë elektrike do të ndikojë edhe më tepër në ramjen e eksporteve sepse ngriten çmimet, sa më tepër kemi të kurje të eksporteve, kemi edhe të kurje të vendeve të reja të punës, sepse
sektori privat do të jetë para sfidave të ndryshme, prandaj vërtet do të ketë efekte të cilat duhet të mendohet fare mirë, si do të mbështetë sektori privat, si do të avancohet partneriteti me sektorin privat dhe jo për fat të keq të përsëritet ajo që po ndodh viteve të fundit, ku sot sektori privat dhe komiteti i biznesit shumë më tepër shikojnë për t'i denuar e gjobitur sesa për t'i mbështetur dhe motivuar. E doka i paralajmëron vështirësi për jetën e qytetarëve me këto çmime. Kjo do të reflektohet edhe në këtë çmimet e kostës reale, që është ajo që është konsumi i përditshëm. Domethënë, do të vështirësohet jeta e qytetarëve të varfër të Republikës të Kosovës edhe për 16.1%, mirë po kjo sot, qysh kemi paralajmëruar me herë se ne do të vim në një situatë ku duke i parë çato që i përmenda më herët, kemi pas rritje të çmimit të energjisë elektrike, duke i parë hajnit që kanë ndodhur, ndikimin e mafias energjetike që është fut në sektoret kyçe që janë vendimarrëse për çmimet e energjisë elektrike që pagun qytetarët e Republikës Kosovës, edhe duke i parë pas parasysh kërkesat e konsumatorëve për energji elektrike. Tash jena në një situatë ku sot muj me paralajmëru që kjo nuk është e tëra. Domethënë na mrena pak mujve kemi po që ka ndodhur procesi i deregullimit të tregut, deri tash kemi qenë të rregulluar, ku është përcaktuar. Kur hapet tregu, hyn operatorë tjerë, ato qysh na kanë njoftuar që rreth 1700 kompani do dalin në treg të hapur, nuk do të mund të furnizohen më me energji elektrike që prodhohet prej burimeve tona, prej kekut, mirë po do të varen prej çmimeve që janë nga importi i energjisë elektrike. E kjo do ta rres edhe më tepër çmimin e produkteve bazë. Kurse eksperti Mulaj thotë se përpos çmimit të lartë, bizneset do të paguajnë edhe për depresionin ekonomik në vend. Po një pjesë e biznesit shpenzojnë energji të madhe. Sidomos furrat edhe bizneset prodhuese të cilët makineritë e tyre u punojnë me energji elektrike. Ato bizneset domethënë e hetojnë në mënyrë të shpejtë. Domethënë edhe realisht janë përgatitur që të rrisin çmimet me qëllim që ta përballojnë jo vetëm rritjen e çmimit të energjisë, por edhe një lloj depresioni i cili po e përcjell ekonominë e Kosovës në Kosovë. Nuk ka ndonjë optimizëm të madh të bizneset ose të pronarët e bizneseve, të menaxherët e bizneseve, që Kosova është në një rrugë të mirë të zhvillimit. Për të gjitha ngritjet e çmimit të energjisë elektrike në vend, Ferhat Shala fajson qeverinë që thotë se e kontrollon këtë sektor. Të gjitha kanë bëru dhe bërojnë nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, gjithsesi nga Kryeministria. Sektorin energjetik askush tjetër nuk e kontrollon përveç linjes dhe kabinetit ngushtë të kryeministit Kurti, dhe të tjerat janë krejtësisht, si më thon, leva, mekanizma apo dorë zgjatëre këtij trupi. Njëjtë sikur Shala mendon edhe Zemaj. Albin Kurti dhe Liza dhe Nëdose ka thënë gjithçka, ndërsa kanë vepruar gjithçka ndryshe. E ajo gjithçka ndryshe ka reflektuar negativisht në zhvillimin ekonomik dhe të mirëqenies së qytetarëve në Republikën e Kosovës. E deputetja e AAK-s kujton deklaratat kontroverse të Kurtit e tani heshtjen për energjinë elektrike. Për deklarata kontraverze dhe qëndrimi kontraverze të Albin Kurtit, unë mendoj që është mësuar edhe populli, po edhe mediumet, sepse sa herë që ndërmerr ndonjë veprim edhe i marrim krahasojmë Albini me propozime apo me deklarata gjatë kohës që ka qenë në opozitë dhe tash deklaratat kur është në pushtet që hesht fare, edhe si bëhet fare vonë. Kjo po që këta nuk kanë pas një program qeverisës, mos të flasim për skandalet që kanë ndodhur në sektorin e energjisë elektrike, vjedhjet, hajnit që po dalin për çdo ditë, pengimi i gazit amerikan, shtrirjes së rrjetit dhe infrastrukturës për gazin amerikan, kontur global edhe gjitha këto
hezitimet që i kanë pas edhe mos lejimin e investimeve në sektorin e energjisë, sepse gjithmonë kanë deklaruar se ne flejmë në minjera, Kosova është minjerë e Qymyrit, ndërsa ne problem energji elektrike, skandali fundit, ne problem shumë ashtrajt energji elektrike se sa krejt vend, se sa që shitet me çmime enorme, dhe çdo ditë po dalin këto skandalet e vjedhjes që po ndodhen në sektorin e energjisë, dhe çdo ditë edhe besoj që edhe në të ardhmen kanë më shpërfaq kjo hajni që ka ndodhur. Nuk është ndëshkuar askush nga kjo qeveri, përkundrazi gjithë këta njerëzit që kanë abuzuar në këtë sektor janë mbrojtur në mënyrë klandestine nga Albin Kurti dhe klika Albin Kurtit, duke filluar prej Martin Berish dhe Nagip Krasniqit dhe gjithë tjerëve. Kurse Safet Gërxhaliu vlerëson se betejë për energjinë elektrike është humbur që nga pas lufta. Betejë për energji elektrike është humbur që nga pas lufta në Kosovë, kur janë pezullu dhe vërtet janë stopu projekte të mëdha të energjisë elektrike, është fitore madhe e mafisë ballkanike dhe e shoqërisë civile në veçanti e patriotëve ambiental që me çdo kusht e kanë bllokuar prodhimet e energjisë elektrike në Kosovë. Sot ata i shenë për greva dhe sulmojnë qeverinë, mirë po ata kanë qenë ndër radikalët më të mëdhenj për të stoppuar këto kapacitete të reja. Besoj që rrethanat aktuale janë siduese dhe një prolongim apo një ngrirje apo një pezullim i vendimit për një periudhë kohore të caktuar do të kishte qenë zgjidhje, por prap fati i furnizimit me energji elektrike është në ligjin e ofertës dhe kërkesës në tregun rajonal, pas që ne kemi dështuar të jemi prodhues. Edhe Shkëlzen Doaka është shefajtor e qeverinë për sektorin e energjisë. Një qeveri e cila nuk është e zhytne në ato në këtë korrupsionin e mafjas energjetike, nuk lejon që t'i rritet kostoja qytetarit të Republikës të në udhëheq vetë. Nëse na nuk i kemi nuk ish rezultu e vërtet kjo që e kemi thonë në vazhdimësi, që prej nivele më të larta të pushtetit, nëse na nuk i kemi si themi nuk i kemi ekspozu ose nuk kena mujt me faktu që janë të lidhura drejt për drejt me korrupsion, mirë po e kemi pa prej kryeministit e poshtë që i ka mbrojt të gjithë, e ka mbrojt Martin Berisha, e ka mbrojt drejtorin e Kekut, i ka mbrojt të gjithë akterët të cilët ju nëzo dhe ju në ekspozu prej media për afera të tilla që janë të lidhur me sektorin e energjisë elektrike. Që kjo tashmë është edhe një dëshmi që kjo është faktike dhe është shumë reale që nuk kemi të bëjmë na me një drejtor që atje që mund të ketë punu për interesa personale të veta dhe në dëm të interesit qytetarit, mirë po kemi komplet një strukturë që shkon deri te kryeministri që nëse na nuk kemi dëshmu ose nuk e kemi nëzo me një vepër ku e ka qitë një nënshkrim për një aferë korruptive ose një fotografi që ai ka mujt tjetë i lidhur me mafjen energjetike, atëherë është i vetëdijshëm me ato që po ndodh, përkundër këtyne që na i shohim sot, ka dalë dhe i ka mbrojt. Dhe sot e kemi si rezultati kësaj, sot e kemi këtë kosto që fatkesisht duhet me pagu qytetarët e Republikës Kosovës. Sipas tij, sot qeveria s'ka përgjigje ndaj qytetarëve për këtë rritje të çmimit që shpërfaq në këtë mënyrë sistemin korruptiv. Edhe sot e shohim që nuk e ka as përgjegjësinë më të vogël me ia dhënë përgjigje qytetarëve që po protestojnë për herë të tretë në kundërshtim të këtij çmimi. Domethënë që ajo është krejt kjo që shpërfaq dështimet dhe jo vetëm dështimet e kësaj qeverie, mirë po që shpërfaq sistemin korruptiv, i cili është të paktën i faktun që është instalu thellë në sektorin e energjisë elektrike. Ndërsa Ismet Mulaj kujton deklaratat e Kurtit dhe vetëvendosjes para se të vinin në pushtet dhe ndryshimet e tyre më pas. Kryeministri Kurti dhe qeveria e lëvizjes vetëvendosje kanë pas deklarata të jashtëzakonshme para se marrën në pushtet.
E para duke akuzuar qeveritë e kalume për privatizim të distribucionit. Së dytë duke akuzuar operatorin KEZ dhe KESCO për vjedhje të mëdha konsumatorëve të Kosovës. Së treti, kanë pas thonë që kur të vinë pushtet do të rishikojnë kontratën me operatorin KEZ dhe KESCO. Realisht nuk kanë ndodhur asnjëra. Sot KESCO blen energji prej Kekut për 28 euro megavatin, ndërsa shet në treg të Kosovës mbi 80 euro. Sipas tij, nëse në kuvendin e Kosovës do të formojë komision hetimor për vendimin e zërrejës, do të gjendeshin shumë shkelja. Po të kishim një kuvend funksional, një komision të pavarur që do të jetonte gjitha vendimet e zërrejës, karshi vendimeve të veta që i kanë marrë për të rregulluar tregun e çmimit, tregun e energjisë dhe çmimin e saj, unë besoj që do të gjendë shkelje të jashtëzakonshme. Në një gjendje të tillë, mes heshtjes qeveritare, protestave e pakënaqësive të shumta për vendimin e zërrejës, një gjë është e sigurt. Nga një muaj, një tjetër barr është vënë mbi qytetarit e Kosovës, të cilët do të detyrohen të paguajnë më shtrenjtë energjinë elektrike dhe jo vetëm.